Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për xixëllonjat dhe prodhimin e dritës së tyre. Xixëllonjat janë insekte të vogla që njihen sepse ndriçojnë errësirë. Ato i përkasin familjes së brumbujve të quajtur Lampyridae. Në botë ekzistojnë rreth 2000 deri në 2200 lloje të ndryshme xixëllonjash. Xixëllonjat gjenden pothuajse në zona tropikale, në pyje dhe livade me lagështi, dhe pranë lumenjve e kënetave. Ato janë shumë të përhapura në Amerikën e Jugut, në Azinë Juglindore dhe në disa pjesë të Evropës. Në botë ekzistojnë lloje të ndryshme xixëllonjash. Ato kanë ngjyrë jeshile, të verdhë dhe ndonjëherë portokalli. Ato përdorin melodinë e dritës. Disa pulsojnë shpejt dhe disa pulsojnë ngadalë. Xixëllonjat kanë një madhësi nga 5 mm në 2 deri 3 cm. Një fakt interesant është se disa xixëllonja në Azinë Juglindore mund të ndriçojnë të gjitha bashkë me të njëjtin ritëm, dhe kjo duket si një orkestër dritash në pyll gjatë natës. Xixëllonjat prodhojnë dritë në barkun e tyre përmes një procesi të quajtur bioluminescencë. Kjo ndodh kur një substancë kimike e quajtur luciferin reagon me oksigjenin dhe me një enzim të quajtur luciferase. Kjo jep si rezultat një dritë të fortë pa nxehtësi. Lind pyetja: pse e përdorin dritën xixëllonjat? Xixëllonjat e përdorin dritën për të gjetur partner për çiftëzim, për të komunikuar me njëra tjetrën dhe ndonjëherë për të trembur grabitqarët. Xixëllonjat shumohen me vezë. Kur shfaqen larvat, ato ushqehen me kërminj të vegjël dhe insekte të tjera. Disa xixëllonja të rritura han nektar, ndërsa disa të tjera nuk e preferojnë këtë ushqim. Shumica e xixëllonjave jetojnë rreth 1 vit. Xixëllonjat kanë disa armiq natyror, të cilët janë shumë zogjë insekte ngrënës, bretkoccat, merimangat dhe hardhucat. Lind pyetja: si mbrohen xixëllonjat? Xixëllonjat kanë një mbrojtje të veçantë. Në trup, ato prodhojnë substanca me shije të hidhur dhe pak helmuese, të quajtura lucibufagins. Prandaj, shumë kafshë pasi provojnë për herë të parë të hanë një xixëllonjë, zakonisht nuk e hanë më atë. Xixëllonja më e madhe e njohur në botë është Pyrocoelia rufa. Gjatësia e saj mund të arrijë rreth 3 deri në 4 cm. Kjo është më e madhe se shumica e xixëllonjave të tjera, të cilat kanë një gjatësi 1 deri në 2 cm. Xixëllonja më e madhe në botë jeton në Japoni, Kinë dhe në disa zona të Azisë Lindore. Ajo jeton në pyje të lagështa dhe pranë ujërave. Disa veçori të saj janë: ajo ka dritë të fortë jeshile dhe të verdhë. Larvat e saj jetojnë në tokë dhe ushqehen me kërminj të vegjël dhe insekte të tjera. Një fakt interesant është se në disa vende të Azisë, shumë xixëllonja mblidhen bashkë në verë dhe pyjet ndriçojnë sikur të jenë plot me yje të vegjël. Një xixëllonjë nga familja Lampyridae zakonisht bën rreth 50 deri në 100 vezë gjatë jetës së saj. Femra i vendos vezët në tokë të lagësht, nën gjethe dhe në barra pranë ujit. Vezët zakonisht çelin pas 3 deri 4 javësh dhe prej tyre dalin larvat e vogla. Një fakt interesant është se vezët e disa xixëllonjave mund të ndriçojnë pak në errësirë. Lind pyetja: ekzistojnë në natyrë insekte dhe kafshë të tjera që ndriçojnë?
Po, në natyrë ka shumë kafshë dhe insekte që mund të ndriçojnë. Insekte që ndriçojnë janë familja Lampyridae, që janë xixëllonjat që përmendëm më lart, dhe glowworm, që janë disa larva të brumbujve që ndriçojnë vazhdimisht në errësirë. Në dete dhe oqeane ekzistojnë kafshë që ndriçojnë. Shumë organizma në det që prodhojnë dritë janë jellyfish. Këta janë disa kandil deti që ndriçojnë me dritë blu dhe jeshile. Anglerfish. Ky është një peshk i thellësive që ka një llambë të vogël mbi kokë për të tërhequr gjahun. Dhe lanternfish janë peshq të vegjël me pika drite në trup. Një kafshë tjetër në det është edhe firefly squid. Ky është një kalamar i vogël që ndriçon me dritë blu në det. Ekzistojnë gjithashtu disa bakterie dhe kërpudha që prodhojnë dritë. Një fakt interesant është se mendohet se më shumë se 70-80% e kafshëve që jetojnë në dete shumë të thella kanë aftësinë të ndriçojnë. Një nga kafshët që prodhon dritën më të fortë në natyrë është një brumbull që quhet brumbulli i dritës. Lind pyetja: sa e fortë është kjo dritë? Ky brumbull prodhon dritë shumë të ndritshme jeshile. Drita e tij është aq e fortë sa mund të shihet nga disa metra larg në errësirë. Ai jeton kryesisht në Amerikën Qendrore, Amerikën e Jugut dhe në ishujt e Karajibeve. Një veçori interesante është se ky brumbull ka 2 pika drite në pjesën e sipërme të trupit dhe një tjetër pikë drite në bark. Një fakt interesant është se në të kaluarën, disa njerëz në Amerikën Qendrore dhe në Amerikën e Jugut i vendosnin këta brumbuj në shtëpi dhe në rroba si llamba natyrore, sepse drita e tyre është shumë e dukshme në errësirë. Është e rëndësishme të theksojmë se bioluminescenca është një tipar gjenetik dhe fiziologjik, por zakonisht arrin potencialin e saj maksimal tek individët e rritur. Kjo i ndihmon kafshët dhe insektet të kursejnë energji gjatë fazave të hershme të jetës, sepse larvat nuk kanë nevojë të komunikojnë dhe të tërheqin gjahun. Një fakt interesant është se disa larva të xixëllonjave e përdorin dritën vetëm për të trembur grabitqarët, ndërsa të rriturit e përdorin edhe për çiftëzim. Lind pyetja: si lidhet çiftëzimi me pulsin e dritës te xixëllonjat? Mashkulli dhe femra e një specie nuk njohin ritmet e llojeve të tjera. Prandaj, ritmi i pulseve, sa shpejt ndriçon dhe fiket drita, është si një kod sekret për të gjetur partnerin e duhur. Pulset e shpejta dhe të ngadalta janë: pulset e shpejta zakonisht përdoren kur xixëllonja duhet të tërheqë partner në një ambient të mbipopulluar, për shembull në pyje me shumë xixëllonja, dhe pulset e ngadalta përdoren kur ka pak individ. Tek xixëllonjat, meshkujt përdorin disa strategji për çiftëzimin. Disa meshkuj ndryshojnë ritmin për të dalluar veten nga konkurrentët, por femrat zakonisht zgjedhin mashkullin me ritmin më të rreqës dhe më të dallueshëm. Kjo gjë tregon shëndet dhe energji të mirë. Xixëllonjat kanë orët e tyre të pulsimit të dritës. Kur bashkohen në grupe të mëdha, ritmet e tyre përshtaten automatikisht me të tjerët. Sinkronizimi rrit shanset që mashkulli të tërheqë femrat. Zakonisht, femrat zgjedhin mashkullin me dritën më të ndritshme. Një fakt interesant është se në vendet si Tajlanda dhe Malazia, njerëzit vijnë të shohin këtë fenomen natyror, sepse duket si një qiell yjesh në tokë.
Ky fenomen është një nga shembujt më të bukur të komunikimit dhe koordinimit natyror midis xixëllonjave. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.